8 persona janë vënë në pranga në lidhje me arratisjen spektakolare të Altin Docit nga Spitali i Durrësit, ngjarje ndodhur një ditë më parë. Në pranga ranë zëvendës shefi i policisë së Burgut, kryeinfermieri i spitalit dhe efektivët e policisë që u morën me shoqërimin e të burgosurit, të gjithë të dyshuar për shpërdorim detyre. Ndalimet janë kryer nga shërbimi i kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve dhe prokuroria. Të arrestuarit janë Aulon Çuko, kryeinfermier, Desdemon Pazaj, zëvendës shefi i policisë, Dorian Saraçi, Sali Ferolari, Preng Marvataj, Fation Baci dhe Aranit Çela, të gjithë policë shoqërimi, si dhe Violeta Uka, specialiste informacioni. Ata u arrestuan pasi rreth orës 13 së martës, Altin Doci u shoqërua nga 2 efektiv policie në pavionin e infektivit të Spitalit të Durrësit. Në pritje të vizitës mjekësore, ai ka kërkuar të shkojë në tualet. Me të dalë nga aty ka përfituar dhe ka goditur efektivin e policisë së burgjeve që po e ruante dhe menjëherë është larguar me vrap, ku e priste një automjet tip Audi i bardhë me të cilin është larguar. Efektivi që e ndoqi Docin në arratin e tij ka qelluar me armën e tij të shërbimit në tokë dhe plumbi ka bërë rikoshet. Predha e tij përfundoi në shkallët e infektivit, ndërsa gëzhoja e plumbit nuk është gjetur ende. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se nuk janë respektuar protokollet e shoqërimit për numrin e efektive të policisë së burgjeve që duhet të shoqërojnë personat e paraburgosur apo të dënuar gjatë vizitave të tyre mjekësore.